Avokat, ka raportime në media se kryeministri Edi Rama mund të thojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pyetur si person o DNI për çështjen e Charles McGonigal. Ju si e shikoni në këtë rast? A është kjo një nga dosjet që mund ta fundos një herë mirë Edi Ramën, apo në këtë rast ai mund t'ia hedh qoftë edhe për pse kemi të bëjmë me një çështje kaq të nxehtë? Duhet keni parasysh diçka që personi që quhet Edi Rama sigurisht që ka menduar shumë mirë për çfarë është thirrur dhe për çfarë do të shkojë të dëshmojë në rast se është thirrur, ashtu siç e normon procedura. Por në kërkimet që un kam bërë nuk më rezulton një fakt konkret thirrje, më rezulton njoftimi, por jo thirrje. Por në rast se ne do të marrim të mirëqenë që kjo është një thirrje për të dëshmuar dhe sigurisht që duhet kesh avokat me vete, unë mendoj se zoti Rama ka një vendimarrje për të marrë, por ajo vendimarrje do të jetë e rrezikshme për jetën e tij politike. Pse? Se në një moment të caktuar paraqitja pra një prokurorit republikan sigurisht do të bënte Ramën vulnerabël në aspektin e qëndrueshmërinë në pushtetin në Shqipëri për shkak se mbajtja për pyetje dhe në fund fare dhe atributi në një vepre penale në sigurisht tregon qartazi që zoti Rama do të jetë i pandehur. Por me atë që unë mendoj që zoti Rama është ai që në fund fare ka karriken, por ka dhe pemën, sigurisht nuk do të bëj gabimin në këtë kushte që jemi të shkoj atje duke marrë dhe litarin dhe fund fare ju e dini shumë mirë që vetëm një lëvizje poshtë karrikës sigurisht litari bën atë hatan e madhe. Prandaj mendoj se zoti Rama do ta mendoj në rast se është njoftuar. Unë mendoj se nuk është thirrur, të jem realist me ju, është njoftuar, po jo thirrur, por në rast se Rama zgjedh që në momentin e njoftimit të shkoj vetë të paraqitet vullnetarisht pa marrë një masë ftese, kërkese vetë institucionet e Shteteve Bashkuara të Amerikës, sigurisht që kuptoj këtu që Rama nuk ka diçka të qartë në aspektin e qëndrueshmërisë së tij në pushtet, në rast se bën këto gabime. Unë mendoj se Rama do ta shtyr për të fituar kohë, Rama do të përpiqej të gjejë justifikime të më të ndryshme, sigurisht që Rama nuk duhet të shkojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por në rast se ai zgjedh të bëjë këtë gjë, që për mendimin tim do të jetë një gabim, në rast se bën, sigurisht që dikush mund të thotë jo pse është gabim, është e vërtetë, ajo duhet ndodh. Unë mendoj se do jetë një gabim. Pse do jetë një gabim? Sepse Rama asnjëherë nuk bën një veprim pa e shtruar mirë rrugën e tij. Prandaj them që Rama po vajt do di që çfarë ka negociuar dhe çfarë do t'japi dhe çfarë do të marrë. Prandaj mendoj se Rama është njoftuar, po jo thirrur për Shtetet Bashkuara të Amerikës. A rrezikon ai të arrestohet nëse gjendet fajtor në rastin e Charles McGonigal? Në çdo moment, në çdo kohë, në rast se ai pranon të shkojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të shpallet fajtor dhe sigurisht mund të rrezikojë dhe burgun. Automatikisht zoti Rama do të përjashtohet nga kandidimi për shkak se ligji i dekriminalizimit që vetë me krenari ka votuar e përjashton nga kandidimi. Prandaj mendoj që zoti Rama nuk mendoj se mund të bëj as vajtjen, por as atë që them që të shkoj vetë dhe të dënohet atje dhe të pranoj fajsin, sepse në fund fare karriera e tij politike ka mbaruar dhe ju e dini shumë mirë që kur ke të lashe me drejtësinë, shumica e rasteve ku jenë në pushtet, pllaka ndryshon dhe kemi tjetrin që po pret që të marrë drejtimin e Partisë Socialiste. A rrezikon ai dhe nga ana tjetër për lidhjet me kartelin Sinaloa të Meksikës, ku një nga pjesë, po themi antarët e këtij karteli ose më saktë që bashkëpunon me këtë kartel luftar Hysajn, ai e kishte pritur edhe në zyrë dhe më pas Shtetet Bashkuara të Amerikës se shpallën Hysajn non grata dhe person të padëshiruar. Në këtë rast, sa rrezikon Edi Rama me lidhje të tilla të krimit organizuar në rastin e kartelit Sinaloa, por edhe ajo që reflektoi më pas vetë çështja e Ergys Agasit, i cili priste deputet, ministra, drejtor dhe bënte atë koordinatorin
me skrimit organizuar dhe Edi Ramës, ashtu siç vetë Arben Ahmetaj e kishte denoncuar më parë. Kjo edhe çfarë na tregon? Na tregon që kemi një shtet dhe pas këtij shteti kemi edhe një koordinator që koordinon lidhjet e pushtetit ekzekutiv, pushtetit ekonomik, pushtetit të gjyqësor, pushtetit policor dhe pushteteve të tjera, të cilët cenojnë sigurinë kombëtare, të cilët janë të palishme. Dhe ajo që unë mendoj është që zoti Rama, por dhe jo vetëm ai, por edhe shumë funksionar publik të shtetit shqiptar, mendojnë akoma se Shqipëria është një vend i cili nuk ka një zhvillim, sigurisht që nuk ka institucione, sigurisht që institucionet thjesht janë teorike dhe jo praktike, dhe në fund fare ajo që ne shikojmë në rastin edhe të Agasit është një person i cili ishte pranë kryeministrit dhe çuditërisht ai sapo u kërkuar nga SPAK-u, nga drejtësia e zotit Rama, sepse duhet të specifikojmë diçka tek shqiptarët, drejtësia e zotit Rama që dha spatën të Altin Dumani është drejtësia ajo pikërisht që zotin Agasi e bëri të pandehur. Të jemi realist. Ose në rast se nuk e bëri të pandehur, e bëri person i cili është në kërkim e sipër për dyshime dhe veprimtari kriminale, por ajo që bën të akoma më shqetësuese, veprimtari kriminale pranë oborrit kryeministror. Pra, është akoma më e rëndë në aspektin të dëgjuarit, jo thjesht vetëm të artikuluarit. Prandaj, çdo veprim apo çdo fenomen që mund të ndodhë tani në tutje, për mendimin tim është një goditje kundër zotit Rama dhe në fund fare nga goditja ndaj zotit Rama sigurisht që do të kenë edhe faktorë të tjerë të cilët do të goditen. Por ajo që unë nuk kuptoj edhe kërkoj pak dimën tënde është kjo. Çfarë e bën një njeri që të përgjoj veten e tij dhe të tjerë kur dihet që personi në fjalë po bën vepër penale. Kjo do të thotë, o personi është me është paranojak, kërkon të ketë prova, i shërben një forcë të tretë, është agent i një shërbimi të caktuar. Këto janë elementet sipas meje që mund të lexohen në pamje të parë. Po, ose ti ke hyp vetja në qef, që e thënë Shkodranës. Po. Unë mendoj këtë të fundit. Që mund ta ketë bërë thjesht për qef. Pse? Sepse duke akumuluar kaq shumë pushtet, njohje, veprime, nuk kupton që personi në fjalë ka dashur të jetë njeriu i preferuar i kryeministrit dhe personi që lere o shef se unë çdo gjë e bëj unë vetë dhe s'ka nevojë të bësh ti asgjë sepse unë do jem ekzekutori i çfarë do kërkesë që ti do bësh. Pra, në këtë moment që ne flasim, duke i qartazi që personi i vetë përgjuar, i vetë dështuar, çfarë bërë në rastin konkret, personi përgjoi veten dhe e thënë Shkodran në ty vetjen qef. Dhe në këtë situatë ndodhemi sot. Prandaj ajo që pritej të ndodh është ajo çfarë pritej nga ata, çfarë ata vetë kanë, do thoya, skenuar se si normalisht do të zbresin nga pushteti. Pra, zbritja nga pushteti, duhet keni parasysh diçka, është gjithmonë në aspektin çfarë ti ke organizuar se si ti do zbresësh. Çfarë do të thotë kjo? Me veprimet e tua që ke skenuar që ti ja bësh gropën tjetrit, në fund fare fut veten në gropë dhe pret të marrësh edhe tjetrin me vete për shkak se ti e ke bërë këtë duke i skenuar gjëra të cilët janë të pamoralshme, të antiligjore dhe sigurisht në kupton që përgjegjësia është individuale dhe në rast se është bërë dhe kolektive sipas zotit Rama. Avokat, ndalemi pak të denoncimet e Arben Ahmetajt, i cili i renditi njëra pas tjetrës se ku shkojnë paratë e shqiptarëve dhe cilat janë depozitat e parave që përdor Edi Rama duke nisur nga Belinda Balluku deri te Rion Veliaj. Ju, si keni lexuar këto denoncime dhe a mendoni se këto denoncime mund ta vendosin SPAK-un në lëvizje dhe mund ta fundosin Edi Ramën nga ana tjetër? Shiko, ti më realist me ju, SPAK-u është në lëvizje, po është në lëvizje sipas drejtësisë së zotit Rama. Pra, nuk është SPAK-u në lëvizje sipas denoncimeve të zotit Ahmetaj, ose sipas denoncimeve të zotit Zhllima apo
të bardhët dhe shumë me radhë. Pra do të thotë, do më thënë spaku lëviz gjithmonë sa herë Edi Rama i thotë që të godas. Sepse duhet kemi parasysh diçka. Nuk ka mundësi që të gjitha ata të cilët janë tek rrethi jot të goditen të gjithë dhe mos të goditesh ti. Sepse këtu do të thotë, o ti je destinacioni përfundimtar kur sigurisht është bërë marrëveshje politike që të jepet rrugëzidhje që mos ketë vend destabilitet politik, o ti je një person i cili të pëlqen të viktimizohesh vazhdimisht, po je gjithmonë personi që sigurisht të tjerët janë autorët kundër teje. Pra është ajo forma e viktimës që vdes për autorin e saj. Pra e dhunuesës që vdes për autorin e saj. Pra në këtë moment që flasim, jemi në një situatë që vetë zoti Rama dhe personat të tjerë të cilët janë rreth tij nuk e kuptojnë ku janë dhe çfarë duan dhe çfarë po bëjnë. Prandaj them që situata në rastin konkret është pak e pa kuptim, është pak e pa logjikshme dhe ajo që unë mendoj është që zoti Rama dhe personat të tjerë të cilët mendojnë që mund të ta kalojnë drejtësinë për shkak se denoncimet që bëhen nuk i përkasin atyre, përkasin të tjerëve, po zoti Rama thjesht dha besimin të tjerë, po nga keqbesimi i tyre sigurisht zoti Rama nuk mori atë që deshe dhe sigurisht është tradhti, se kështu quhet në aspektin përgjithshëm, por unë mendoj se zoti Rama ka arritur në një moment ku nuk mund të justifikohet më që dardhat edhe të gjitha i bën të tjerë, ndërkohë ti nuk bën asgjë. Prandaj unë mendoj se zoti Rama është në një moment që duhet të shikoj qartësi për veten e tij, në rast se e kupton qartë ngjarjen që ndodh apo jo, sepse në rast se ai nuk e kupton do thotë ka një problem të brendshëm. Në rast se ai e kupton do thotë ka një autorizim. Dhe në rast se ka një autorizim, do kupton që ka një bashkëpunim. Në rast se ka edhe një bashkëpunim, do thotë që spaku do të veprojë në kushtet e flagrancës duke kapur personin që bashkëpunon në krimin i cili është kryer pas kryerjes së veprës penale. Pra, në kushtet e flagrancës. Prandaj them që zoti Rama për mendimin tim duhet shikoj qartësi a kemi të bëjmë apo jo me mënyra të korrigjimit, të reflektimit, të vetë menaxhimit të situatave të ndryshme, po gatrojmë, nuk e di çfarë them. Nuk mund të marr një kështu të nxjerr në një raport sepse dua të nxjerr raportet dhe sigurisht më vjen aty në ato momente më thotë ore ti mos e nxjerr raportin sepse këtu ke një problem. Çfarë është problemi? Problemi i qëndrueshmërisë së mendimit, që do të thotë qëndrueshmëria e mendimit, në kuptimin që drejtësia është e imja, njerëzit e mi futen në drejtësi, unë nuk jam i Zotit të shpëtoj, ndërsa ata i përdor në zgjedhje, nga përdorimi në zgjedhje ata mendojnë se unë jam i forti, dëgjojnë djathtas majtë që ky është i forti dhe fut fare, ky i forti fut brenda dhe ky i forti nuk kapet nga këta që i fut brenda dhe ata të cilët fuzin këta të dobtit të tij brenda. Prandaj them këtu diçka nuk shkon në vëlla. Do thotë o ai që futet brenda dhe bën burg për Ramën është budalla, o Rama është shumë i zgjuar dhe këta të gjithë që janë rreth Ramës janë budallë.